Në titullin Skena dhe prapaskena, profesor Lufter Gjuveli promovoi në qendrën rinore Arka në Shkodër librin e tij me kujtime, ku rrëfen ngjarjen në të cilat ka qenë i pranishëm dhe njohjen e takimet e tij me drejtues politik komuniste të periudhës postkomuniste. Autori me përvojë të pasur si agronom, rektor universiteti, deputet, ministër dhe drejtues partie, e ka kthyer librin në një udhtim mes historisë dhe kujtesës. Ai rrëfen takime me figura të njohura politike, përballje me sfida dhe momente zhgënjimi që shënjuan rrugën e tij. Askush nuk është i pandryshueshëm. Ndryshojnë kushtet, ndryshojnë situatat, ndryshon shkalla e njohjes, ndryshon dhe ndërgjegjja e njeriut, edhe qëndrimi ndaj dukurive të ndryshme. Dhe këtë kam dashur që t'jap aty. Së dyti, kam dashur që t'jap një mesazh. Ne jemi mësuar, sidomos para viteve 90, po edhe tani inercia vazhdon, është gati e njëjtë, që t'i shikojmë gjërat bardhëzi. Gjërat nuk janë bardhëzi. Në mënyrë të veçantë kur është fjala për njerëzit, për qenjet humane, o do thuash që janë të mirë, o do thuash që janë të këqij. Jo, s'është kështu. Çdo njeri ka në vetvete edhe virtytet, aftësitë, talentet, të mirat, atje ashtu siç ka edhe të metat, siç mund të ketë edhe prapësi dhe ligësi. Dhe duke qenë se un kam patur rastin që të njoh pothuajse të gjithë udhëheqësit e Shqipërisë të pas çlirimit deri më sot e kësaj dite, jam përpjekur që t'i portretizoj nga ky këndvështrim. Si qenie humane që nuk janë vetëm të mirë, por kanë edhe të meta, dhe që nuk janë vetëm të këqij, por kanë edhe anët e tyre të mira. Libri është fryti një nevoje për të ndarë përvojat dhe mësimet e jetës, si dhe për të ruajtur kujtimet që shpesh fshihen pas ngjarjeve të mëdha, thot profesor Gjuveli. Ai thekson rëndësinë e reflektimit mbi të kaluarën për të kuptuar më mirë të tashmen. Përshkruaj më shumë këto që kanë ndodhur pas vitit 90, nga që unë kam qenë pjesë e qeverisjes, kam marrë pjesë në 7 qeveri. Ka disa gjëra që pothuajse nuk kanë ndryshuar ose kanë ndryshuar pak. Për shembull? Po, për shembull, çu them unë, akoma njerëzit kanë frikë që t'i kundërvijen eprorëve apo strukturave shtetërore apo dhe partijake, të themi se heqin nga puna. E njëjta gjë ndodhte edhe para 90-s. Ndryshon emri, por fabula, historia, ndodhia është po ajo që ka qenë. Kishin frikë përpara se heqnin nga puna, kanë frikë tani se heqin nga puna. Në libër unë jam përpjekur që të konkretizoj idetë e mia, mesazhet me ngjarje konkrete. Aty përmenden mbi 330 emra, një pjesë e mirë të cilëve jetojnë edhe sot, që unë ju referohem. Rektori i Universitetit të Shkodrës, profesor Tonin Gjuraj, foli për rëndësinë që kanë për shoqërinë të tilla botime që vijnë nga njerëz me kontribute në politikë si profesor Gjuveli. Po ti ktheheni aulës së parlamentit, edhe po të shikoni ato që mund të quhen frymare ose të rinj që erdhën ndoshta edhe nga shkollat perëndimore, në fakt ato jo vetëm që nuk u përshtaten, jo vetëm nuk i përqafuan në mënyrën e duhur parimet, vlerat dhe shpërtit demokratike, por ato bën pengesë dhe barrierë për zhvillimet demokratike. Libri përmban dokumente, ditar personal, rrëfimet ruajtura me kujdes, shëndërthurën në një mozaik ngjarjesh dhe personazhesh. Në fund të aktivitetit, profesor Gjuveli nënshkroi librin për të pranishmit.